Siç thot populli, borxh deri në fyt. Siç duket për herë të parë në historinë e Kosovës, shteti është bërë borxhlia apo debitori më i madh, kjo sipas përfaqësuesve ekonomik në vend. Shumë biznese që janë kontraktuar nga cili do institucion publik janë duke pritur nga shteti që t'ua kthej parat. E kjo pritje e gjatë i ka detyruar bizneset që t'i ndjekin rrugë ligjore e pastaj edhe atë përmbarimore. Nga oda e përmbaruesve privat të Kosovës, onse bizneset po detyrohen gjithnjë e më shumë t'i drejtohen përmbaruesit për të marrë atë që u takon. Pikërisht në rastet kur ndërmarrjet e institucionet publike, agjensitë shtetërore gjithat kur nuk e kryejnë obligimin ndaj bizneseve për obligimin cilin kanë kriju duke i angazhuar ata apo duke kërkuar shërbime apo mallra prej tyre, atëherë bizneset detyrohen fatkeqësisht që kërkesën e vet, obligimin cilin ja ka ai institucion ta realizojnë përmes procedurës përmbarimore. Zakonisht bizneset në shtetit iniciojnë procedurë përmbarimore në bazë të faturave, pasi që ligji një dokumentin e besueshëm. Mirë po, aty po ka edhe një telashe tjetër përveç që po detyrohen, po kemi edhe interpretime edhe të gjykatave, sidomos gjykata komerciale prej se ka filluar me punu, është një interpretim, një trajtim i këtyre lëndëve që për mendimin tim janë duke dëmtuar bizneset pa të drejtë. Në mungesë të pagesave, bizneset shpesh mbesin vetëm me një dokument në dorë e cila është fatura. Një dëshmi që sipas përfaqësuesve të përmbaruesve, po vihet gjithnjë e më shumë në pikpyetje. Kryetari i Odës së përmbaruesve privat të Kosovës, Mehdi Reshani, thotë se po tentohet të ulet pesha ligjore e këtij dokumenti. Fillimisht kemi pas problem me ta që kanë kërkuar me çdo kusht fatura me qenë e nënshkruar edhe prej debitorit. Që para procedurës përmbarimore është blerë, si do thotë. Ndërsa me udhëzimin administrativ kemi sigurisht edhe udhëzimin administrativ të administratës tatimore, i cili është sipas ligjit tyne e rregulluar, që rregullon faturën, ku obligim që të nënshkruaj faturën është vetëm i shitësit. Bile detyrisht udhëzimi thotë në rast se që është i pranishëm mund ta nënshkruaj mirë, por obligim nuk është të nënshkruaj. Fatura dorëzohet në rrugë tjera. Sipas Reshanit, këto praktika jo vetëm që e zvarisin procesin, por krijojnë edhe hapësirë për shmangje të detyrimeve. Drejtën me thonë, unë vetë me disa kolegë kam marrë në përfundim sa që jam shprehur në atë formë, sa kam qenë gjykata komerciale ka me pa vetëm një veprim, vetëm me dalë media, me i thonë debitorët pa ndërgjegjshëm, vetëm ruaj ikni pranimit faturës edhe mas i nënshkruani faturat, sepse ne ja kemi gjetë mënyrën se si mos me krij obligimet e tij. Ai ngre edhe një tjetër shqetësim, trajtimin e pabarabartë në procedura. Pasi institucioni publik është liruar nga garancia derisa palët e tjera jo. Do thotë ligji neve na kufizon që të mos kemi mundësi të trajtojmë një barë. Sepse me atë lirim aty po bëhen dy dame. Po shfrytëzojnë bazë pa bazë, do thotë institucionet, mund ta shfrytëzojnë mungesën e deponimit garancionit, do thotë e shfrytëzojnë edhe bën ankesë, nëse janë të liruar nga garancion, do thotë me atë ankesë, bazë pa bazë, në një aspekt, një anë biznesi dëmtohet që i zvarritet me vite lënda në gjykatë, derisa vendos shkalla e dytë. Në anën tjetër, dëmtohet buxheti i shtetit sepse aty rrjedh kamata ndëshkuese, sepse sado që me legje kemi pas vendos atë kufirin që mëna 30 ditë vetë këtë obligim, gjykata shkallës parë do të vendos mëna 30 ditë për prapësimin edhe gjykata shkallës dytë për 15 ditë, ajo nuk ni a ka ndodhur herë ajo, spritet me ndodhur një herë për ne nëse vazhdon kështu. Madje sipas tij, në disa raste institucionet po i shmangen edhe pranimit faturave. Kjo sipas Reshanit është ndruar në një lojë brenda institucioneve, ku po udhëzohen zyrtarët që të mos i apranojnë faturat bizneseve. Një tjetër padrejtësi sipas tij është edhe kalimi i përqindjes së efikasitetit apo shpenzimeve të procedurës gjyqësore dhe jo vetëm nga debitori tek kreditori. Leresht mund thuhet që pikërisht veprimin në mënyrën e tillë duke mos i kryer obligimet ndaj bizneseve, nëse me qenë kundërta, me një farforme këto institucione po shndrojnë shtetin në debitorin më të madh.
Nga ana tjetër, edhe oda ekonomike e Kosovës paralajmëron për pasojat që këto vonesa po shkaktojnë në ekonomi. Nga perspektiva e odës ekonomike, çdo borxh është borxh, çdo vonesë pagesës është pengesë për zhvillimin e duhur një biznesi të caktuar, cili do të qoftë çfarë do masie që është. Nëse është biznes i vogël ka problem me të hyrat, nëse është biznes i madh dhe nuk ka problem pagesat, po i ka çështjet e aranxhuara, planifikuara dhe prishja. Kështu që në çdo formë vonesa e pagesave është një problem dhe natyrisht nga perspektiva odës ekonomike kërkojmë që pagesat kryhen me kohë, në mënyrë që bizneset tona mos kenë çështjet apo vështirësi caktuara në procesin e të bërit të biznes. Sipas tyre, problemi bëhet edhe më i ndjeshëm kur bizneset mbesin pamjete për të përmbushur obligimet ndaj partnerëve. Mos është problematike kur biznesi nuk e përcjell, po nuk ka financat mjaftueshme për të kryer obligimin nga fornitorët. Që zakonisht shkakton një lloj pakënaqësie, një lloj mosbesimi në të bërit biznes. Po aq më keq është kur biznesi kosovar e ka kontraktor dhe fornitor një biznes të huaj. Kjo mandej shkakton një lloj përveç mosbesimit edhe ndoshta mos furnizimit më do të jashëm si rezultat e mos qenit i gatshëm me pagesat e detyrimeve. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, nga oda thonë se shqetësimet e bizneseve mbesin ende pas zgjidhje konkrete.